Ana Gjemile kërkon Berinin në 4 anë. Më në fund drejtohet tek Ahmeti. Na ndiqni të premten në orën 19:45 në serialin Ashtu siç koha kalon. Kategoria e parë, programet destinuar për të gjithë auditorin. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sigurisht s'kemi për shkak të flasim nëse jo për aksionin e fundit policor në këtë emision ton të sontim në rruga drejt. Do të flasim bashkë me mysafirët e mi për dilemat që hapi ky aksion i fundit policor. Kush do të mbaj përgjegjësinë për atë që dikush shpejtoi dhe shpalli për monstra apo për vrasës njerëzit të cilët sot u liruan nga ana e gjykatës. Kush do të mbajë përgjegjësinë dhe a bien poshtë tezat e ministres së punëve të brendshme zonjës Gordana Jankullovska se pas sulmit në Smilkovës qëndrojnë radikalistë islamik siç ajo i cilësoi. Bashkë me mua sonte në studio janë profesoresha Biljana Vankovska, është sërish sikur para një javë sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim zoti Abdulaqim Ademi dhe profesori zoti Nazmi Maniqi. Mirë se erdhët të gjithë në studion e televizionit Alsat. Zoti Abdulaqim, do duhet sigurisht ju drejtojmë juve së pari pasi që nuk kishte ndonjë qendrim zyrtar Bashkimi Demokratik për Integrim pas këtij aksioni të policisë, mirë, po para se të marr qendrimin e juaj dëshiroj t'ju pyes për lajmin e fundit që është aktual për personin që nuk dihet gjurma e tij se ku është, familja e kërkon, gjykata thotë se nuk e ka marrë në pyetje, policia sipas fjalëve të prindërve të tij thonë se atë e kanë liruar në orën 9:30 të mëngjesit të dieshëm. Keni ndonjë informat më të thellësishme ku gjendet ky person? Mirëmbrëma, fillimisht edhe ju falenderoj që na ftuat për të biseduar për ngjarjet e fundit. Sigurisht që këto ngjarje edhe në opinion janë tërheqëse, do të thoja, për opinionin. Ngjarje të tilla nëse nuk sqarohen deri në fund lanë hapësirë për spekulime dhe për dilema. Prandaj ne edhe si subjekt politik fillimisht nuk kemi reaguar, edhe pse prej fillimit kur ka ndodhur vrasja e 5 fisht kemi dalë hapur, jo vetëm ne, por gjithë subjektet politike dhe opinioni që vrasësit e vërtet të kësaj ose dorasit e vërtet të kësaj ngjarje duhet të nxirren para drejtësisë, të kapen dhe të dihet me emër dhe mbiemër se kush ka ekzekutuar 5 qytetarë të pafajshëm. Arsyeja kryesore ishte fakti që ne nuk duam si komp, si qytetarët kemi përgjegjësi kolektive sepse ne nuk njihemi si të tillë. As shqiptarët, pas bashkësitë tjera etnike që jetojnë në Maqedoni nuk njihen si të tillë dhe prandaj dolëm me qëndrim që do të përkrahim çdo veprim të institucioneve, do të japim maksimumin që vrasësit e vërtet të dalin para drejtësisë. Them është mirë që të sqarohen gjitha dilemat dhe të jepen informata dhe proceset të jenë transparente, sepse një dezinformat ose një informat jo mirë e artikuluar pastaj lën hapësirë për keq interpretime. Ajo që edhe ju e dhatë në lajmet rreth njërit nga qytetarit Maqedonisë nga komuna e Shutkës, i cili nga policia thuhet që është arrestuar, por pastaj nuk është dorëzuar në gjyq, thotë nuk e ka në evidencën e tij. Mendoj që sa më shpejt organet, respektivisht Ministria e Punëve të Brendshme, duhet del me qëndrim të qartë, është i arrestuar ose nuk është i arrestuar, është dorëzuar ose nuk është dorëzuar para organeve të drejtësisë, me qëllim që edhe familja, por edhe opinioni të kenë të qartë se çka ndodh me të.
nuk duhet lënë asnjë dilemë, nuk duhet lënë asnjë përshtypje që institucionet veprojnë me mënyrë të selektuar ndaj qytetarëve në bazë të përkatësive etnike, veprojnë me revanshizëm, veprojnë me qasje të dyfisht, prandaj u mundova që të marr informatën e duhur se çka ndodh me personin i cili para se të futem në emision, për cilin ju edhe ju njoftuat. Deri në hyrjet e emisionit nuk mora informat të detajuar dhe shpresoj që shpejt do të kemi informatën, por përgjithësisht kuptohet që institucionet kompetente, në këtë rast Ministria e Punëve të Brendshme, duhet del sa më shpejt me informat të saktë me qëllim që të mos lënë hapësirë për keq interpretim dhe për manipulim të më të tjeshëm. Fakti që ka lënë hapësirë nga dita e djeshme nuk dihet asnjë gjuhë për të, hap dilema të shumta në opinion dhe sigurisht tek të afërmit e personit pavarësisht kush është. Po sigurisht që duhet ju thatë se keni përkrahur, sigurisht dhe askush, as nga subjektet politike pa as si qytetar nuk është kundër proceseve dhe zbardhjes së vrasjes së 5 fish në Smilkovc. Përkrahni mënyrën se si e bëri Ministria e Punëve të Brendshme shpalljen e kapjes së njerëzve dhe pastaj paraqitjen e tyre në opinion. Kur do të futemi në atë se si ndodhi, pse ndodhi dhe si u arrit deri tek ky veprim i policisë, sigurisht që do mund të japim edhe detaje dhe qëndrime më të qarta. Deklarata e parë e Ministrisë Punëve të Brendshme ishte që të paktën 5 persona mund të jenë të përfshirë në mënyrë të drejt për drejt. Ishte deklarata e dytë. Okej, mund të jetë e para ose e dyta. Të paktën 5 mund të jenë të përfshirë në mënyrë të drejt për drejt ose indirekte në ngjarje, kurse të tjerët nuk janë të përfshirë dhe kuptohet që në një aksion të tillë mund të merren edhe njerëz prej të cilëve mund të merren informata të cilat mund të ndihmojnë procesit, por nuk do të thotë që janë fajtor. Fajtor mund të shpallen vetëm kur gjyqi do të merr vendimin përfundimtar, edhe atë në bazë të fakteve dhe argumenteve të cilat policia gjatë hetuesisë është dashur dhe besoj që i ka siguruar, por të njëjtat fakte dhe argumente pastaj do duhet gjyqësia t'i merr parasysh. Mirë, do të flasim sigurisht gjatë debatit për këtë formë paraqitjes së ministreshës, edhe pse ajo në paraqitjen e saj të parë vetëm i gjykoi të arrestuarit duke thënë se ata janë vrasësit e 5 fish, pa e thënë gjykësia në fjalën e fundit. Mirë, por kjo është pjesë e debatit dhe e temës ton të sonte me zonjë Bankovska. Ju ishit ajo e para që ndoshta reagoi dhe i hapi çështjet se nuk ka dashur dhe nuk guxon Ministria e Punëve të Brendshme dalë me qëndrime të tilla dhe të fajsoj dikë ende pa e thënë gjyqësia fjalën e vet. Si e pat ju këtë paraqitje të ministreshës Jankullovska ditën e parë pas aksionit? Јас ја разбирам потребата на јавноста, па и на државните институции во што по-кус рок да испорачаат, значи да најдат докази, да најдат сторители, да и покажат на јавноста дека сме функционална држава, затоа што е исто така јасно дека она убиство од неодамна навистина значеше потрес и создаде траума, меѓутоа исто така и тоа не беше добро изменаџирано од државните институции, се остави еден простор, еден вакуум во кој почнаа шпекулации, луѓето сами да си откриваат злосторници, тоа ескалираше во еден вид на уличен протест, значи ни се случија одредени немили ситуации. Сега велам, тој притисок го разбирам. И знаете, во прв момент кога беше обелоденето дека има одредена акција и дека се приведени луѓе кои се потенцијални сторители, првиот, верувам, инстинкт кај граѓаните беше олеснување. Меѓутоа и изненадување. Јас ќе ве потсетам дека бројните експерти кои во изминатиот период продефилираа на медиумите
значи добри познавачи на кривичното право на овие, да речам, дејанија, зборуваат дека мали се шансите во скоро време да се откријат сторителите. Така што кога ова излезе на еден многу бомбастичен начин, со една голема акција, кај мене природно така се раѓа помалку и таа скепса. И секако, начинот на кој тоа се презентира мораше, значи една функционална правна држава мора да ги почитува принципите на правото, а прво е тука принципот на презумпција на невиност. И тука не треба да се биде многу инвентивен. Ја не знам, а колку повеќе го спомнуваме ова, значи како правен принцип кој постои со векови, значи многу генерации во човештвото се бореле за да се задржи интегритетот на луѓето кои се осомничени, дури за најтешки кривични дела, се до моментот на конечната пресуда. Во првиот тој бран на таа некаква еуфорија или можеби триумфализам дека еве конечно се покажавме како успешни и испорачавме пред јавноста, се провлекоа тие, да речам, лапсуси, грешки во терминологија или слично, кај луѓе кои тоа не смеја да си го дозволат. Значи, тоа го направија и официјалните представници на државата, медиумите во бран го следеа. Додека во вториот чекор не почнаа да се коригираат, па наместо сторители и убици да зборуваат за осомничени, онака како што и треба. Потоа морам да ви признам, еве тоа веќе го кажав, меѓутоа ќе го повторам уште еднаш, дека јас сум помалку згрозена и од називот што полицијата го дала на оваа акција, значи уште во време кое не сме го знаеле, во целиот овој измијанат период од Великден навака. Значи, откриваме дека тие луѓе се, на известен начин се прејудицира дека се луѓе не луѓе. Ние имавме таква една, да речам, дури помалку интелектуална дебата, дали се верници, па дали еден колумнист рече дека само атеисти можеле да сторат такво злосторство тешко. Јас сум лично атеист, па се почувствував погодена. Сакам да кажам, се бараше некако фантомски сторител кој нема да ги наруши меѓуетничките односи и тој во еден момент беше најден во некакви атеисти кои не веруваат во Бога или се безбожници, неверници и слично. Сега одеднаш ова, значи, јавна презентација нас не зборува за монструми што кај јавноста која е јонака вознемирена, јонака е, знаете, болна таа точка. Сега се создава представа дека оние луѓе што ви дефилираат пред камерите всушност и не заслужуваат да бидат третирани како луѓе. Тоа се случи и веќе денес сме свесни со фактот дека дел од тие луѓе, значи, поминаа по таа полициска постапка и не се најде никаква основа да бидат понатаму задржани, значи се невини, а веќе го носат товарот на тоа дека се чудовиште или дел на таа една групација. И воопшто целата таа квалификација на случајот, поврзување со джихад, со радикален ислам, со Пакистан и Афганистан, сето тоа морам да признам дека помалку голади, не помалку, туку многу голади мојот ентузијазам или очекување дека државата навистина си ја завршила работата. Дополнително вознемирува овој факт за човекот кој е исчезнат под наводници, затоа што тоа не може да се случи во едно Скопје во кое, знаете, се работи за километри од полициска станица до истражен суд. И сега ние фактички преку оваа емисија и ова вечерва што го правиме, апелираме до институциите веднаш подитно на семејството да му соопштат каде е човекот, со каков правен статус, дали е осомничен или е во некаква друга ситуација. Значи, тоа е нешто што мислам дека итно мора да се направи за да јавноста се смири, затоа што ова ми се чини дека полека може да излезе од контрола. Si e pati gjithë këtë aksion dhe ajo që u prezentuar nga Ministresha e Brendshme. Po flasim për ditën e parë. Në këtë çardhje mund të konstatohet se në Maqedoni sikur po ndodh diçka në kontinuitet dhe strukturat qeveritare nuk më marrin mësim nga ato shembuj të këqij të kaluarën, por vetëm se po i përforcojnë edhe me gabime edhe më trashanike. Vetëm në këtyre 12 viteve të fundit, më thonë shumë afera, shumë kurdisje, shumë kurthe,
ju bën qytetarëve të Republikës Maqedonisë, se të ke fundit kurtha që i bën grupeve të caktuara, ato kurtha ndikojnë në ndjenjat, në percepcionet për siguri, të ke fundit siguri personale, edhe që të ndinë veten sigurt në shtetin në të cilën jetojnë. Ajo që ndodhi këtë ditë, mund të jemi në dy shtylla ta pozicionoj këtë vlerësimin tim. Spari, vrasja e 5 qytetarëve ishte e dhimbshme, mund të them edhe e kopshme, sepse bëj fjalë për njerëz të pafajshëm, të cilët janë vrarë në mënyrë mizore dhe pa fajin e tyre dhe pa fajin e familjeve të tyre. Dhe dyta, kjo çështje që ka të bëjë me gjithë atë aksionin ose paradimin policor që ndodhi këto 2-3 ditë. Ajo e para, sikur i motivoi edhe i mobilizoi qytetarët e Maqedonisë të ndajnë dhimbjen bashkë. Interesant ishte një pamje nga të gjithë qytetarët, edhe me prononcimet e tyre, po edhe në sjelljet e tyre e kuptuan si një rast shumë dhimbshëm, dhe ndoshta e kanë ndarë dhimbje edhe me familjet e viktimave. Duaj pak në një dizajnim më i mençur i qeverisë edhe strukturave Ministrisë Punëve të Brendshme dhe sidomos aty në më përkatës që kanë qenë në përcjelljen e gjithë kësaj që ka pas të bëjnë me këtë vrasje, që të menaxhohet më me kujdes edhe nga kjo të përfitojnë një mësim qytetarët. Po edhe strukturat me cilët janë politik ose që nesër do të jenë politik, sepse përgjegjësia shtetërore për të ndar përgjegjësinë në udhëheqjet e shtetit, edhe me ato vlerat të cilët japin porosi, do të thonë me një shtet multietnik siç është Maqedonia, se do të ekzistojnë rregull ligjor, do të funksionojë shteti ligjor, dhe që mos lipej hapësirë për të dyshuar se ka kurdisje. Jo vetëm unë që e mendoj këtë, po e mendojnë edhe shumë njerëz të cilët në formë të qartë si qytetarë që vrojtojnë këtë situatë dhe mendojnë se si duhet të ishte më mirë. Dhe në këtë kënd subjektet politike të cilët e bëjnë shumicën parlamentare tash vetëm se duhet të dhezin në ngjyrën e alarmit që të shohin vetveten se ku gjenden, si duhet më andej të menaxhojnë këto dhe si duhet të mbyllin këtë proces që me keqardhje mund konstatohet se nga një situatë e dhimbshme që anëtarët e familjes tyre të viktimeve për dhe të tjerë në siguri se do të harujnë kujtesë me dhimbje, por tani kjo çështje të cilët kjo çështje sikur krijoi një hapësirë për të krijuar dilema, dyshime shumë të mbrapshta. Të luhet me kartën e elementit fetar në Maqedoni, një shtet që me shekuj ka tolerancë fetare. Unë nuk di se ka pas ndonjëherë kundërshtim fetar në Maqedoni, dhe tash të thuhet se një pjesë e një strukture të besimtarëve të cilët janë kyç këto ose që kanë rrezik edhe ortodoksizmi edhe muslimanizmi, edhe të futen shemat e politikave globale, unë sikur të aftojsh rrezikun, sikur të dëshiron që të jesh pjesë e asaj rrezikut që mirën njerëzit më të mëdhej me këtë çështje. Ne jemi shtet i vogël dhe është gabim nëse dëshirojmë të ngrohemi në zjarr të madh. Paramendoni, kryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, shkoi në përshëndetje të fundit në Afganistan edhe përcjelli porosi për pajtim. Ata ne që mendojmë se të i shpikmi si Taliban të rritë krijojnë Maqedoni, sikur se disa analistë mos thënë, po mund të gjë një dy profesor që kanë edhe mentalitet mjerë, edhe mendojnë se Maqedonia duhet të shndrohet është e shndruar në një fushë ku ka ekstremist islamist, ku ka rrymat e talibanizmit e kështu me radhë. Kujt i konvenon kjo? Ku e çojmë ujin? Ose ku janë politikat e sigurisë dhe ku është e mençuria për dhënë mesazhe të tjera, porosi të tjera? Pse mos përcjellet Obama ose mos përcjellet politika amerikane se si e mendon që këto kundërshtimet menaxhohen në të ardhmen? Sigurisht në pjesën e dytë do të përqendrohemi këtu, desha ta pyes vetëm zotin Ademi, ishit ndjeni për aksionin si subjekt dhe partneri i koalicionit, ishin ndjeni strukturat
dhe njerëzit që ju i keni vendosur në Ministrinë e Punëve të Brendshme për këtë që ndodhi dhe pajtoheni me tezën që e paraqiti ditën e parë ministresha se bëhet fjalë për grup islamist, gjithsesi radikal islamist, të cilët janë rrezik edhe për krishterët edhe për muslimanët e vendit. Keni ditë se do dalë ministresha me një konstatim të tillë dhe tani dal ngadalë ajo rrënohet si tezë e saj. Prej ditës kur ndodhi edhe ngjarja makabre në Shkup, ne kemi kërkuar që institucionet të veprojnë me gjaktësi, por me gjaktësi, qytetarët që të mos lehet përshtypja që institucionet nuk veprojnë dhe qytetarët mund të kërkojnë të marrin të drejtën ose ligjin në dorën e tyre, ashtu siç kishte tendencë ditën e parë ose të dytë, dhe pastaj kjo në një farë mënyrë uzbe. Gjatë gjithë kohës kemi thënë që ne do t'japim kontributin maksimal nëpërmjet strukturave tona që janë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, me qëllim që të zbardhet dhe kjo si ngjarje. Kjo nuk duhet të kuptohet nga opinioni që ne pajtohemi me gjithçka që mund të ndodhë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe pajtohemi me gjithçka që mund të servohet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Por një moment që të sqarohemi sepse bëhet fjalë për një ngjarje të ndjeshme, është mirë që të sqarohemi deri në fund. Prej ngjarjes deri në momentin e aksionit kanë kaluar rreth 20 ditë dhe kjo është hera e parë në Maqedoni që pas një ngjarje të tillë policia të mos veprojë ditën e parë dhe të mos mbastis fshatra, qytete, shtëpi e kështu me radhë, siç ka ndodhur herët e kaluara. Nëse s'ka mbastis pas dua të sqaroj. Ndërkohë ka mbastis pas 20 ditëve, një muaj, pse është rëndësia ajo shumë. Në ndërkohë, sigurisht që institucionet kanë punuar, nuk janë ose janë marrë në biseda informative një numër i konsiderueshëm i qytetarëve që në opinion ndoshta edhe nuk dihet. Është numri i madh i njerëzve. Numri i madh i njerëzve të bashkësive të ndryshme etnike, këtu nuk ka pasur dallim se kujt bashkësia. Edhe nga frika për të treguar përkatësinë etnike të njerëzve, u vendos ministresha dalë dhe të akuzoje islamist radikal. Dua të them që gjatë përveç bisedave informative janë marrë edhe të dhëna tjera operative edhe nga tereni, edhe nëpërmjet paraqitjeve të ndryshme, sigurisht që shërbimet ose Ministria e Punëve të Brendshme këto struktura i ka të shtrira dhe në bazë të informatave është vepruar. Kjo nuk përsëri e them, ne kemi qenë në rrjedha gjatë gjithë grumbullimit të informatave, kemi qenë në rrjedha për të dhënë kontributin ton, por përsëri do të them fjalën që kam thënë në fillim, ne derisa nuk shpallet askush i fajtor dhe nuk dënohet nga gjykatat nëpërmjet fakteve dhe argumenteve, nuk mund të pranojmë që dikush është fajtor. Në këtë parim e theu ministresha që është partnere e koalicionit tuaj zoti Ademi. Juve nuk ju ndëgjuam se e keni ngritur zërin si subjekt, paktën jo në opinion për atë që e tha. Unë po ju pyes, pajtoheni me atë konstatim dhe tezë që e tha ajo se bëhet fjalë për grup radikal islamist që e kanë kryer, që dyshohen apo që janë kryer e kësaj vrasje? E para që dua të sqaroj, unë këtu nuk jam në cilësinë e avokatit të dikujt, jam në cilësinë e përfaqësuesit politik të një subjekti i cili është pjesë e qeverisë, i përgjegjshëm për gjithçka që ndodh në Maqedoni. Të jap për të dhënë vlerësime të tilla, sigurisht që duhen edhe informacionet adekuate. Ne tani për tani nuk mund të japim kualifikime as për të akuzuarit, nuk mund të japim kualifikime as për ata se janë të lidhur me ndonjë grup, nuk janë të lidhur me ndonjë grup tjetër. Sigurisht që duhet parë gjatë hetuesis duhet parë cili ka qenë edhe motivi i ngjarjes, ka qenë i porositur nga dikush. Ministresha i tha të gjitha, motivi ka qenë për sigurisht që motivi i parë që mund t'i bjerë edhe institucioneve, por edhe subjekteve politike, që t'i bjerë në ment është që këtu të ketë destabilizim dhe të ketë prishje marrëdhënieve ndëretnike. Por kjo duhet vërtetuar pastaj edhe me teza, duhet vërtetuar edhe me argumente dhe nuk mjafton vetëm në mënyrë deklarative të thuhet, por kjo duhet edhe nëpërmjet argumenteve. Prandaj ne kërkojmë që gjithë procesi të jetë transparent, kërkojmë që gjithë procesi të mos ketë qasje selektive, tjetë mirë i informuar opinioni që mos lejen dilema edhe për
të akuzuarit edhe për ata që u arrestuan dhe u liruan dhe për gjithë si ngjarje. Prandaj është kërkuar jo vetëm bashkëpunim prej institucioneve dhe qytetarëve, por është kërkuar edhe bashkëpunim edhe nga qeveritë e vendeve fqinje. Dhe ne këtu mund ta them hapur që kemi pasur bashkëpunim dhe kemi pasur mirëkuptim me të gjitha shtetet fqinje, edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën, edhe me Serbinë. Mirë, është kohë për të bërë pauzën e parë për reklamat, kemi në pjesën e dytë të debatit tonë sot.